Prefektja e qarkut të Vlorës, Evisa Allushi, ka kthyer për rishqyrtim në Këshillin Bashkiak projekt vendimin për ngritjen e shoqërisë bashkiake Vlora Invest ShPK, duke mos i dhënë miratimin e lishmërisë. Sipas institucionit të prefektit, iniciativa për krijimin e kësaj shoqërie paraqet problematika ligjore, çka ka sjellë refuzimin dhe rikthimin e saj për shqyrtim të mëtejshëm. Projekt vendimi në fjalë ishte miratuar më herët nga Këshilli Bashkiak i Vlorës në një mbledhje të zhvilluar ditën e shtunë, më 28 shkurt, një ditë pushimi, ku mori 26 vota pro nga këshilltarët e mazhorancës socialiste. Sipas propozimit, Vlora Invest ShPK do të ishte një shoqëri në pronësi të plot 100% të Bashkisë së Vlorës dhe do të kishte si objektiv kryesor menaxhimin e pronave publike vendore, përfshirë dhe administrimin e hapësirave bregdetare dhe plazheve. Megjithatë që në momentin e prezantimit, ky projekt vendim u shoqërua me debate të forta, si brenda Këshillit Bashkiak, ashtu edhe jashtë tij. Përfaqësues të opozitës ngritën shqetësime serioze, duke argumentuar se krijimi i një shoqërie të tillë bie ndesh me ligjin dhe vetëqeverisjen vendore dhe mund të krijojë hapësira për favorizim të interesave të ngushta ekonomike, apo siç u shprehën ata, të shërbejë oligarkëve. Edhe brenda radhëve të mazhorancës socialiste pati rezerva dhe diskutime. Disa prej këshilltarëve pranuan se projekti kishte nevojë për rishikime dhe përmirësime, duke marrë në konsiderat reagimet e qytetarëve dhe çështjet e ngritura në media. U përmendën konkretisht propozime për ndryshime në strukturën, funksionimin dhe transparencën e kësaj shoqërie, me qëllim shmangjen e abuzimeve dhe garantimin e interesit publik. Nga ana tjetër, institucioni i prefektit ka paraqitur argumentet e tij ligjore për kthimin e projekt vendimit. Edhe pse detajet e plota nuk janë bërë ende publike, burime pranë këtij institucioni bëjnë me dije se shqetësimet lidhen me mënyrën e krijimit të shoqërisë, kompetencat që i delegohen dhe përputhshmërinë e saj me kuadrin ekzistues ligjor. Tashmë mbetet për tu parë se si do të veprojë Këshilli Bashkiak i Vlorës pas këtij vendimi. Ai ka disa opsione: të rishikojë projekt vendimin duke reflektuar vërejtjet e prefektit, ta miratojë sërish me ndryshime apo të këmbëngul në variantin fillestar, çka mund të çojë në përplasje të mëtejshme institucionale. Në çdo rast, çështja e Vlora Invest ShPK pritet të rikthehet në qendër të debatit politik dhe publik në qytet. Opozita ka paralajmëruar tashmë se do të vijojë kundërshtimin e saj, ndërsa mazhoranca dhe Bashkia e Vlorës do të duhet të argumentojnë më qartë nevojën dhe përfitimet e kësaj nisme për qytetarët e Vlorës.